Mirë mbrëma shikues të nderuar. Sonte emisionin Sofra Salihut do ta shndrojmë në sofrën Gurbeqarit. Çfarë bat shkapjo than? Gurbeqaret ton, diaspora, mergjimtarët ton. Kur brebat sofrën thot s'na kanë lënë. Ama kur hiç. Kanë punu dit e nat, në borë e në shi, që besa jenë qu e nërzu, po kur s'na kanë shoh për i dore. Sonte në emisionin Sofra Salihut e kam një gurbeqar, e cili fmi bre o dalë në gurbet. Këtë rinin, që besa këtë jetën e ka qunë gurbet. Për me siguru një kafshot buk, jo për veti, po për familjen Kosovë. E sot ku shaj, sot është një biznismen i suksesshëm, një afares që besa shumë i suksesshëm. Sonte në emisionin Sofra Salihut nga Bazeli drejt në emisionin Sofra Salihut ka ardhur, po jo prej drejt në Sofrë, njerë orë në aeroport, e pej aeroportit ka dalë në emisionin Sofra Salihut, afaristi, biznesmenin nga Bazeli, Recep Berisha. Unë i tham kush, se diqysh Berisha i Berishën e kush. Recep, mirë mbroma, mirë se erdhe në emisionin Sofra Salihut. Mirë se u gjeta, e faleminderit për ftesën shumë. Ndiju mirë, rrish lirë si me konë në aeroport Bazelit, veç kena mos jellë. Këtu dhe ma mirë. E, ma mirë, për thua? Zotën po. Qysh për njësh? Po, rritë falenderoj për ftesën, se kem pas plan kogja ka herë marrë në emisionin e juj këtu, por e lash për Bajram. Unë jam i thori shumë i ambelsinave, e shtash për Bajram, baklava, tollumba, ambelsina, prish jam të hongër. E më nëzis për ribura, pisha, që shumë bo. Pak si shumë. Më ka thonë një farë Zvicrani, një farë Hansi. Tha në rije gjanë shumë marakli i qojt, edhe pi qojnë shumë, sidomos qojnë e ju në brend nga e mona center. A pi qojnë e ju në? Shumë të sakt pas atë rëgua e Zvicrani. E pasullin e ju në? Dyjat, edhe këto që i konsumojnë, jo vishregjët në Zvicër që është pëllë, shumica shqiptarëve që jetojnë dhe veprojnë në Zvicër, këtë qaj edhe këtë pasull e përdorin. E, që ta shkime qitë ka i qaj në shtanë të zëjë mua bet. Hajde për hajko. Ne i kam edhe mesh të mirë që shkoni se valoj që shkrinjen goj. A qesim ka i qaj? Qesim ka një. Recep, apo në kalëzën, ashtë ma e mirë sofra Kosovës, a sofra e Gurbetit? Unë thashtë dhe ma herë të falenderoj për ftesën, spari, do të thëmë disa fjallë, që fjallë tona sonte do të qesim fjallë rumullake, suku që shë që kjo sofë, me shku të se cili e mes me vra kërkonin. Edhe në këtë sofër, ndoshta kënë dëgju, sigurisht i kënë dëgju, se na beresht shka s'mbojna, kongën e Becinonit. Te ky krutha në lejthi, kanë pi uj bura turli. Edhe në këtë sofrën tone, ki pas mosafir të gjitha aranjëve, unë përgëzoj për këtë emision, me të vërtet na në diaspora tje që jem, kur dojmë me relaksu vetëm, ullëm, edhe elshojmë televizionin, edhe këqymë Sofra Salihit, edhe pina qaj, edhe mas dark, mas të hajmë pas ullën në fjalla, pina qaj, edhe stabilizojmë organizmin tonë. Soj për këtë sofrës, Zvicës dhe të Kosovës, fakt, është puna se, për të rgoj pak ma, ndoshta ma detale, unë që nga viti 87 kam shku në Zvicër. Një kohë pak e gjatë është, që jemi atje dhe veprojmë atje. Fakt, sofra, s'ka pas në Zvicër, Sali. S'ka pas, po une, profesionin e komorë për i babës, zdruktar. Edhe, kur shkova atje në Zvicër, thashaj, për ta mëse na i në mësu në sofra, me hangër e me pibu. Për zotë, s'ka pas kur shtavolina, kësi zona. Edhe, thasha, ta mëroj një sofër, si disha i profesionin, e mërova një sofër. Po që ka ishë problemi tjetër, sofrën e mërova, se nuk ishë problemi ma, se mjetët në Zvicër s'fa dush, drungët, këto gjana. Çokolar. Po. Po, problemi ishte se nuk ishim produktet Kosovës me mush sofrën. Qikja, sofrën e ki, produkte si kishim vendor se kitë Kosovës, tash a i keni. Tash falë Zotit, e falë shqiptarve që jetojnë dhe veprojnë në Zvicër, në trojet shqiptare, produktet Kosovës edhe pjesëve ku jetojnë shqiptarët kena Zvicën sa dush. Bravo, e koftë. Amo me të vërtet tash sofrat shqiptare jënë bushna me produkte vendore. Mirë, Recep, atë kujtohet kur je dalë mas pari në Gurbet, kur e pa te marë rrugën e Gurbetit. Ke cili vit? 87. 87. A e kujton si sot atë kohë? Po, qyse në kujtoj. Qore, shumica shqiptarëve këtu nga Kosova kanë marrë Gurbetin, apo të rrugë të Mërgatës.
Arsyeja ka qenë veç shkaqet ekonomike. Po, se jo s'ka pas në atë kohë kur kam dalë, s'ka qenë lufta që ka qenë tash, lufta e fundit ka dalë njerëz më strehu, atë ka qenë gjendje ekonomike. Fakt, shumë e rënd. Edhe unë mora atë rrugë se gjendja ekonomike po foli për veti, e kem pas shumë tull. Baba punoj si zdrugtar, s'ke pas vish sa më mbajt një familje, edhe kështu që unë Gërbetin kom shku shumë letë. Ju si di, pak, ke që këptim tash, që është tash fillim na fjallë, dojmë me folë rumullake, mësë me vra kërkonin heq. Edhe kështu që unë e pata fatin se do miqtë mi, punojshin në kanton Qirihut. Edhe më thanë, hajde bre, dhonër, tha punojnë në deta tja, tha se gjendet shtire ki ekonomike këto, as maqina s'kishim të mira për zdruktari. Mes me që u gatë, shkova, atje më prejten ata burat mirë, familje shumë e mirë, respektume, edhe punova një vjetë. Po vetëm që akun punu. Qa ke punu? Unë edhe pse pata studiu këtu juridiku një 8 semestra, po ku shkova atje, nuk më vetë ke ku qa ki studiu. As qa adi me punu. Kanale a gjithë ditën e gatë të qelë, të rokape ka ci, qelë antena që i qetë që më koni farvakti ata që qetë që antenat në për katunë ku jetojshë, një vjetë lomit kështë të punu. Të bova do pare, I bone do pare. Qa me bo, këto maqina që i kishim në pej, ishin shumë jo teknologjisë rej, ishin shumë të vjetra. Maqme. Shkova bleva një punëtori të një Gjerman komplet që ka pas punëtorinaj. Hazër ke mora? Hazër komplet, edhe pruna në Kosovë. Këtu e prune, a? O, sali, edhe kur e pruna këtu në Kosovë, me nova tash unë e kreva gjene ekonomike, për jam tash kom teknologjinë e mirë, edhe për e njësi për punaj. S'ka ashtu heq? Qa ndodhi? Qa ndodhi? Ata mirë shtanë qure, tha hecë, halë ki nevoj për ndihma, dhe për mëndojnë në farformen ekonomike, dush me punu, se këta është familje të rrit, dhe dush pak me pas kapital. Qa që ishë punë e ronë? Gjurë për mu më konë e ronë, se për qëtash jo që ata i ku pa 60 diçka kila, më konë shumë i lekësht, tash kom perë sa dush, edhe me punu ka nasë është problem. Edhe, thash jo famderit, nuk mu i marrë me punu, tash i këmë pru qëto maqina, po punojnë pej. Vend temin, që të bona një farajdore. Por njëri njëtë për duke me pas shumë fatë. Fatë me pas njëtë. Që të më thë fati? Fati është shëndeti, familja mirë, edhe rrethi mirë. Kër i kishtë të gjona, atër dikush të shë, edhe thotë, hajtë më në. Pa qeli udhën. Pa qeli udhën. Edhe pastaj, tash së përshkojmë në Zvizër. Vendosë më s'me shku heq, a? Vendosë më s'me shku, thash që bona qëto maqinat mira për zdruktari, thash edhe këtu po rri dhe po punoj dhe po veproj në vendin tem. Po një dhoni doj vetëmi, ishte shumë burri mirë, edhe on është hala, tha diçka, tha, bëdhe naj vjetë, tha, hajde punon në Zvicë, tha, edhe më s'punot, tha, po në restoran. Këmisht vardh, po, të elegant, një farë restorani, shumë me disë qenës bazelit. Thash jo, bëse se di asë gjuhën, se unë atjetë ata mi që punojsha, shqiptar krejt. Në punë shqip, në shqip, në rrugë shqip, asë gjuhën se mujta me mësu. Po të se ke shqip. Hajde, tha se s'ka problem. Mes me që u gatë, shkova. Atër të shë bo me garancione. Po atër. Shkova atje dhe meta, më pej 88-ës, meta në bazar të punu. Mire Gjep, kur je shku, mas pari herë, kur je dalë për me shku për Zvicër, a e ke pas nëj adres të kush ki me shku, a i ke që durë për pjetë ke thonë, ka të më që i madhe i zetë? Oshtë të vërtet se shumica shqiptarve, në atë kohë kanë shku veç hajtë po dalë sa të nuk o konë, qaq problematik me shku, ki pas në pasaport, ki jip trenit për shemë në pej, ke shku edhe ke shku për Zvicër. Dikush i ka pas pak ma letë, se për shemë unë e kom pas pak ma letë, se kom shku për shemë të miku jem, se ka pas një adres. E ke pas një adres? Unë e kom pas një adres, apo shumica nuk kanë pas adresa. Kanë shku veç hajtë në ashtë të gjoj punë, edhe fati, nërë zotit, amo shumicës ju ka pri edhe fati, edhe kanë gjetë edhe punën, po tash për zotin a shqiptar, tash foli tash për qëto decenit e funit, në bo shumë suksesshëm në Zvicër. Shumë një bo suksesshëm. Po, Req, e vërteta se shumë suksesshëm, e keni jetë për pare, po sa u kove me shtirë në atë periull mja këthy shpinën shpis edhe familjes, e rrethit. A u kon eron, se gjendja u kon eron këni në Kosovë, se ti po shkon për mja mundësu një kafshat buk mja u pron këtyne në Kosovë. Sa u kon e vështirë mja u këthy shpinën? Me të vërtet ka qenë shumë e vështirë, ka qenë kohë shumë e vështirë, se besoj edhe unë në ato kohë që ku në dalë generata jeme edhe do para meje,
ata kanë mendu vetëm qysh me mujt me po pak pare, me mbajt familjen. Qaja u konë? S'ka mendu kur që me bo pasunia atje. Veç me shku me punu edhe qka punë ju ka afru, jo qëfar ka dasht. Po vetëm qëfar ju ka impunu, hajde ndërtim tari, po duhet me punu, edhe me siguruni ka pëshovë rëbok, me qëtë familjet. Shumë e vërtet është, për zotën po. E ka qenë me të vërtet kohë vështirë. Unë i di që atër në ato kona, se tash ka modernizu teknologjia, ka shumë e re. Unë i di për para dishin, kabin telefonit, me fol, edhe shumë mërsh në ato lidhje, e sa 30-40 franga shkojshtë, veç një thirë të shpija për shamë në Kosovë, ka qenë me të vërtet vështirë. Punatje, merë në Kosovë. Punatje, merë bjerë në Kosovë. Dhe më thonë qëllimi besojnë tonë i shumicës shqiptarve në diasporë ka qenë që me mbajt familjet. Qaja u konë, kërësorja. Me mbajt familjet, me mujtë një familje pak ma shumë me pas një farloj standardit jetesës, edhe kështu që shumica në ato kohëna kanë vepru vetëm për familje, kanë punu për familje, që familja mos ju hekë. E ku shkove në Zvicër, qësh e gjete veten, qësh o ambientove? Mëse ke gjetë veten me navigacion, atër s'ka pas navigacion. Po qëfa navigacion? Qësh e gjetë veten atje ku e shku? Për zotën atër një kondo hartë, mëre, Sale, një kondo hartë, apo në bost hartë, u këqëshim, po orientoshim që aty është nda drejtë, që shkojshme të shpija një për shamull. Se s'ka pas qëtash që ka GPS, që apo divu në navigacion. Edhe në bost adresave, qeshim që një farë hartët, madhe, o konë, këqër, ku je qëto, jem qëto për shamull Prishtinë, dejnë pej, qësh me shku, edhe qështu gjojshim pak, por jeta është fatë, petë po dalë. Një duhet me pas një jetë fatë, mas po i shnetin të është fatin, edhe unë e pata një farlaj fatit jetës, se fatë është familja. Bitë gjitha. Bitë gjitha. Fati është familja, shëndeti, edhe kur t'i kiti familjen e mirë, e të respektushme, edhe besoj që edhe suksesi nuk të mungan. Nuk të mungan. Qështë kanë prit Zvicrand? Vish më stoj se më kanë prit me qokolada. Po qëfa qokolada? Tash po këtejna vitin e parë. Ajde. Tash ku në Zvicër, aj Zvicrane, a kish firmën e vetë o burë. A kish firmën e vetë. Kur shkojshim në ora 7 aty përnu, mi vënu 2 minuta, theke, hej, këqyre, 2 minuta, hec, 7 theke. Shnell. Bash, që kjo shnell. Theke, 7 tua duhet të rokopi me të bëha tjenë baushtel. Jo këtu ku jem halet në magazinë zënë. Aj me det, haj. Qëfar e keni pas një farë, atër kanë qenë shumë më ndryshe Zvicrand. Atëherë kanë qenë shumë më ndryshe për, do më thonë për këta që kanë shku me punu atje, e kanë pas një farloj, jo fa respekti, tash që shë kanë. Tash shqiptarët jenë po shumë suksesshëm. Shumë. Kena në parlament, kena në gjdo sektor tjetës që punojnë atje jenë shumë suksesshëm. E atëherë ka qenë shumë shtirë. Në të vërtetë shumë shtirë ka qenë. A qyshe mësove gjuhën, atë mërë kush, a veç shqipja ke gra? Jo, e fakt shqip, edhe fati që tash për duhet me përmena, adin që a i dhonëre aty në dojë vetëmi, është nga Mitrovica që edhe kom shumë respekt për to, edhe o thash nuk i di asë një gjumë, por Lugës nuk i di isha që shi thojnë. Peron, nda peron. Shreq, po peron. Zdire, jo, tha hec të mësaj une, shkova 2 javë, dhe thasha shkoj të laj e një hera, adin që aty fshije, pastroj, diçka, kur tha, jo, hajde, tha me një herë, më shtetën mu me dhonë pije, qka, në kena ditë Coca-Cola, në kërë gjëtit e sen. Coca-Cola kry. Asujt se këm ditë që që thojnë. Asujt. Tash vase. Po, qashtë, a me gas, a pa gas. O, ja, to lokës janë kata. Shumë, tha, jo, hatin, po nuk i dish, o sële. U do ka me shku më lypë, ka i kamarjet, të ka ama një vend bardë, qka dish, o vajzë vajnë, qka dish, e zorë do burë. Shkru, qka me të jebe që to. Mes me që gatë sa këtu në Shkodër që thojnë, mas 2 jave mungoj njoni në servis atë, edhe në thanë, ade me dalë në servis me ju shërby, Zvicranve. Se restorani ka qenë mitë disë qytetit Bazele, ka qenë një prej restoraneve shumë të frekuentume me krejtë të rangut në alë njerëzve që vishin, pa dalim, edhe tha, me dalë me punu në servis. Po që ka di, mërë me punu në servis, dish asë një fjallë që dish, 2-3 fjallë, Sali që me thonë, sa tje, pa ta më përstu, vej Sali, o konë një farë përshëndetje, Sali të sa me, që tu nga tjetë. Kemi ja fjallë, Sali. Fjallë jo të përdojnë këma shumë të atje. Vesh Gjermanit. Edhe, dole në servis. Me punu, kur dola, qka me di, por se të kaj Zvicrani, bo si desha veç shkru isha, thuj se me konë filozofi të shkru, di shka fa lektyre, qka më dhe vetë qatë një, qka më dhe që kjo. Kështë gjuhën e kom sur në stranë. Gastronomi, kom punuen deri kur ka fillu lufta në Kosovë, 99. Gastronomi, po. Aty kem punu. Pastaj, ta është i zoti edhe... Ka dalë. Edhe
pej kamarjeri, pej që me thonë të rokopit e kacis, dole në restoran, pej restoranit, pasaj ta është i zotë të takoha me një Zvicran, ajo që, sa Zvicrat qenë shumë thjesht, ale. Po, shumë thjesht, nuk din që e ka pare, e s'ka pare. Qa që është i thjesht, ta merë menja, kënë është ta, as darkën se ka sonte me hangër. Shishe. Po, edhe po më vetë mu tha, po vjen tonë me punu. Po qa di me punu të tja, tha, hajë, tha, së është i film Zvistroni, ki e 20-30 punëtor, tha, po, a i Zvistroni, tha, është në mosh, ka me dalë në penzion, tha, dhe tja dhe udheq, po që ka me di me udheq, më në film, po është një zëllë, hajë, ta se të mësohësh. Qa me bo? Hine ti? Hina. Hajde te pravoj. Te pravoj. Le që hina. Po nuk më shtyni qështu, po i mund që i përpjetë qështu. Jo, bre. O, burë të bona, unë aty, merë punëtor. Merë që e 30 shqiptar, me punuën. Të ti tani ata? Ata të që unë në bona kështë e asjo, hajë, lojve, lojve. A the isha arreqa, ma Basha arreqa, që kë. E kështu që aty kom pas fatin shumë me atë Zvicronin, edhe sot e kësaj dite, falë Zotit, jena mirë, kështu. A, mund është më më kallëzu tash Regjepi konkretisht, me qka me jeret? O, s'lojnë rahata së sotë, Regjepi. Të të bëj ka telefoni që shtu? O, me do viber, tash viber, s'ka ma si WhatsApp, që se të të nëhirit. Alo? Po? Po, unë e jam. Regjepin? Po, Regjepi, musafir të una. Ti e kujta? Kujtimi ka kemi kollu. E mona centra? Që e mona centra? He? E mona centra. Po thët, a kur ki marrë me marrë pasullin edhe qojnë, për me që për bazel? Për nesër më burë, i kanë kamionet kanë marrë? Nesër? So? So kamionet. Ty një me qaj, një me pasullin. 2 me qaj e një me pasullin. Po, se pasullin tash vera, adin nuk shonë shumë pasullin. Po li, hajtë 2 edhe pasullin nështë. 2, hajtë se ka afat sa dur, sa problem? Ka afat? Po, po. Po, para me nu ata në bazel të hongër gjermanisht pasullin, e jona. Edhe që, a pepin shumë e pojnë shumë. Po që shë burë, e mos pasullin, që përshkën qaj, se po fryet barë këto që pasullin për qëtësan, adin? Penin, pëtnin, kujta për kje. Hajde kujt, të falja për të banë regja për të të shimin dark. Po, këson të kësë. Hajde të falja, tung, Hajde të falja. tung, gjithëm thira. Pasha zhëta borë. Është qërë edhe biznisi ka disa kriteri. Po. Nuk konë biznismen edhe me bish interesin e vetë, mikëshyren. Po. Biznismen, atë e në zotni lak. E kujta është njeri zotni. Zotni, po. Nuk po du për kërkoni me tash në sira rasi për kujten me fol, po folin për kujten me të vërtet është njeri zotni, e ka do produktet veta që me të vërtet jënë ka hinë shumë mirë në treg të Zvicrës, edhe jënë ka përdorën shumë, edhe falemderoj kujten që me të vërtet ka një respekt veçantë, edhe na gjithashtu për kujten se është një djalë që meriton respekt, edhe shumë punëtor. Uj zoti, o pasha zote, gjithmonë na u ka gjinë. Shumë. Besoj që edhe këta tjetë, ka kompani plot shqiptare që kanë produkte cilësore, që mund marrë në Zvicër, hala, me produktet e tyne edhe me dëpërtu në tregun në Zvicran. Që ku e kini regja këtë javë qënë anej? Dash me aeroplan, dash me kamiona, dash me kjerë, gjithë qysh javë qënë. E tash përshkoj pak me marketing. Boba më thejke, biro, ka që shkësh, bane bre ka i shpi. A mu më kara ma mirë, kom bo banes e aton Prishtinë. Në kompleksin matë mirë e matë madhë në shërë, në kompleksin Porta e Prishtinës, e cila gjindet në magistralen Prishtinë-Mitrovic, se ta kalesh rrethit e Ismetit me i hen kilometrin e parë. Pi Portës Prishtinës, peshishe krej shalen e Bajgores, Mitrovicen, Voshtren, Obilicin, Fushkosoven, Prishtinën, Lipjanin, këtë pishishe së në shuplak dorës. Këtë kompleks të mirë, e këto banesat të mira, moderne, me standarte evropiane, po e ndërton një firme madhe, një firme shumë serioze. Mbi gjitha një firme tradit mbi 50 vjeqare ndërtim, po ndërton firma Universal Bau Group. Mare bacë, që tash në plesh një më kara nërmen se i kom lullë kom të ecë kom. Po tash ju mosh men, nuk po eci ma kom, po eci me kere si bash, me kere të mira, me kere të rahatshme, me kere komode, me kere që punojnë si sahati. E krejt këto kere të mira të rahatshme i gjoni ku tjetër, i gjoni në Zvicër, i gjoni të baba i kereve,
të muj autocenter. Muj autocenter nuk të lenë ma me ecë kom, për të lenë me ecë ma me kjerë. Sofrën thot nuk në lenë mishtoria ma e madhe në vend. Mishtoria Gjoshkon. Misht mirë për. Misht freskt për. Mishtaze për. Ambienti mirë. Ambienti pastër. Të gjitha produktet e mishit i gjanit e mishtoria Gjoshkon. Mish, qyfte, qebapa, pleskavica, shë gjok, shë vallahi, kapi përmeni lang për goje për më shkon. Mishtore Gjoshkon gjindet në Prizren, si dhe në Prishtin në rrugën Muharrem Fejza. Mishtore Gjoshkon nuk talen sofrën, thot. E tashma si në uheken vizat, po shkojmë pak në Gjermani. Po shkojmë në Hanover të Gjermanisë. Po shkojmë të një firmë e mirë, të një firmë e madhe, mbi gjitha të një firmë shqiptare. Po shkojmë të Zmojlaj Bau. Zmojlaj Bau e cila mirët me të gjitha llojet të ndërtimeve. Shka ta shesyni, po ta punoj ke Zmojlaj. Këta kishin edhe firmen tjetër, e cila po merke me instalimin e ujtë, rrymes edhe nxemjes. Zmojlaj House Technic. Këta ishin baba në Hanover për nxemje. Këta për ta nxeshin Hanoverin me gjithë rrëthin, volë për ta bojshin. Zmojlaj. E mërë bacë, s'poja dim lezetin as nejes, as muhabetit pash ju e pa u knoq me qojnë e jona brend nga Emona Center. Tash po mdoket edhe musafirët se pe din se pe pi qojnë e jona brend, edhe ata s'po malshojnë derin e jona brend nga Emona Center. Hajde shijaj edhe ti se pasha emnin e Zotit për të knaqke. E jona brend nga Emona Center. Këtë në herë pasullin e hangsha ka një kokër. A tash pasullit po ja ha këta në kokrat. A dini pse? Se tash ju mbron pasull të mirë, pasull kualitet, pasull që zijet me një volë, pasull që ti mosh brit. Tash ju mbron pasull e jona nga Emona Center. Pasha Zotën, po ti mosh ke brit, edhe po të knaqke. Shio edhe ti se valloj, kam ti mosh brit. Pasull e jona nga Emona Center. Për dham të mirë, të rahaqëm, e qëndosh, e ndashi me kishë si shtë si ëne, shkoni të dua dend, dua busqeshje, aja për ta kthejke busqeshje 100%. Dua dend gjindet ku tjetër, ne pëshirë mbrapa stacionit e autobusve. Dua dend, dua busqeshje. Dua dend. E tash po shkojmë në Klin, po shkojmë të një firmë gjigante, po shkojmë të një firmë shumë e madhe. Po shkojmë të Bujar Electronics. Qërë për batë shka pjo thamë. Shka t'ju duhet për elektronikës, këti gjoni të Bujar Electronics. Ani qa kish ato, aj me detaj, ato i kishe gjitha llojet e klimave. Klima nej, klim kënej, klim qanej, klima nej. Se valloj, qatë shumë se kish klima si edhe në grojen globale për ta fladitke. Qysh ku gjindet? Shumë letë e gjoni. E gjoni në Klin në rrugën Abedin Regja. Viq mos harani, ku dilni për i Bujarit. Nëse dani pak me pushu, mu relaksu, me hangër e me pi, shkoni në restoranin më të mirë në Klin, në restoranin Lord B Grill. Ato ambienti mirë, ambienti pasër, me të gjitha llojet e ushqimit, viq amoni me hangër e amoni me pi. Lord B Grill, e cila gjindet në Klin në rrugën Abedin Regja. Apo më kallëzëni dishka, ama drejt për më kallëzu. Kush ja u jeshën shpijat edhe banesat? Po dihet, shpijat edhe banesat ja u jeshën perdet e mira. Ja u jeshën të pijat e mirë. E nëse doni perdet mira, të pijat mirë, shkoni të Hira Home. Të Hira Home i gjonet gjitha llojet e të pijau edhe gjitha llojet të perdeve. O, qatë shumë se kish të pija, të mirë e të bukur, gjënabresh edhe me shkel në ta. Ani kish edhe perde të mira. O, klasës ma të mirë.
edhe ju nuk keni nevoj, mu qunalte, mi mote, mi ngjite, mos mi ngjit, o shpina, o korrizi, jas po muj mi ngjit. Jo, ata vid, i motin krejt, i montojnë e krejt edhe shkojnë. Te hira home, hini me men, e dilni pa men. I gjonin e 2 lokacionin e Prishtinë. Të rreth rrotullimit të rrugacen Prishtinë dhe të rrugica Astrit Rushi mbrapa shkollës Pavarësia. Hira home. E pas marketingut këthemi në emisionin Sofra Saliut me biznismenin dhe afaristin të ndashtën Recep Berisha. Reg, kallëzëna pak ma detalisht Recepi, qka po punën tash në Bazel? Po, është vërtet se na jene në Bazel jetojna, por është puna që gjatë qati mandate që isha u bono në kështë me punu në Bratë Zvicronin, kompani, në të nona lufta ishte vishë Kosovë, 2000-ën, dhe pastaj fillova se tonë shqiptarët Kosovë patëm kallje, qka s'ka përjetu populli Kosovë. Për to kena konë. Po, edhe dashti Zoti që u takova me qatë personin, që e ka pas një kompani shumë të sukseshme. A është gjolla loj? Jo, ka shku në dynje, dhe me t'i pas shpirti, edhe... Ja pas ke po hojrin shumë. Qajtë ka që me qëto 2 durët për pjetë. Po, epse është Zvicranë, me dërtet, nuk do me thonë njeri qëfar komësia, është apo qëfar feje, po këtë është njeri pa morë parasysh, është njeri. A rasisht të takohë me ta, a qyshke? Rasisht në restoran, sukur në restoran, ty li farë mosafiri, ty shërby, ty përqeja, tha, po vjen me punu, po tash jo, bëse s'pëgoj, hajde, tha, edhe që ashtu kja kësmet e shkova, por, tash përku pëdala aty që 99 lufta, 2000-ën, po të krejtë familin këtu, erdhën atje në Zvicër, edhe dashti Zoti që u takova me qatë Zvicronin, kisha produkte shumë, malla. Mu imi përmend është edhe një rezonancë që është shumë e sukseshme në Prishtinë, me rengena, me karika dhome, që do më thonë 4-5 kamionë në dite që vishin në Kosovë produkte për i Zvicrës. Që? Po, më besh më bathi. Filloha do më thonë me produkte për i Zvicrës, i bisha në Kosovë. Se kishtë nevojë Kosovë, qka bishim, shkajka, din edhe ndihma edhe çdo gjë. Edhe tash, nashta, është kesh me përmend, po edhe të me kesë, kur o shëndru për ju që të me kem pas rastin, kom pas mundësin, jem krenar që kom pas mundësin me pas një kontribut sa do të vogël për... Shumë jetë lumë. Edhe pastaj vendosa, veç me produkte për i Zvicrës për Kosovë, po të më qelja 15 shqitorën për Kosovë, se do isha me zbut pa punësin, se këtë ishin pa punë... Gjithë kish nevoj me dhe, edhe qelem lokale, zhona, po punësum ko gjithë, disa njerëz. Mas 5-6 vjetë, shkojka e punoj ka e punë, por jo që shkishim dëshirëna. Edhe me të regu drejten, pa të bojnë investimet më doja këtë në Kosovë, mas luftës, por së dashti fati me pas sukses, së ku disa njerës tjerë, edhe pastaj e mora një drejtim tjetër. Hajde për hajtë tjetër. E mora një drejtim tjetër, tash për marë produkte për Kosovës, tash për qojnë Zvicër. Jo, pas këtu, që të shaj ke pru, tash për qojnë një. Po, tash nisi, se ja nisi në Kosovë me prodhu. Ja nisi në tash, po full për 2007-ën. Ja nisën tash disa kompani, atë ka pas pak kompani prodhuese të Kosovës, të cila ka pas produkte që pak a shumë i plotësojnë kushtet për tregun e Zvicrës. Për tregun e Zvicrës. Ta marr një shembull, një produkt kur e kam marrë për këtu si dëshira ime për me pas produktet të Kosovës atje, edhe mora si produkt edhe dërgova në Zvicër, tash po duam i pru qit produkt. E testoje. E testu, po në labor me qunë, se tash gjithje. Po, a i që janë. Po, gjithë testohet gjithë sen. Se s'lojnë Zvicranë dhe qajtë bërë dhe qite në tregë dhe, jo, anë qitë më Zvicranë. Jenë ekstrem rigorës në këtë drejtim. Edhe thash, jo, mërë produkti i mirë. Ta që është produkti i mirë, po. Magnetat që kapën në tofa për termina që janë, tha, mas pari që këtë produkt nuk gudzën me pas hekur. Alumin do të me konë. Thuje kompanisë atje, dhe ta hekin këtë për përdojime se hekur për material që nuk bënë për përdojrë për pije. Edhe e pruna këto thash qëre, për dash me hi në Zvicër, duhet këtë produkt me hek me elimi. Ata po thë njone, një. Dë, gjuha duhet me konë njone për gjuhve që të tilat i kërkon tregu Zvicran. Njone për 3 gjuhve që folin në Zvicër duhet me konë qka përmbarën këtë produkt? Përmas këtë me lecu. Po, qashtu, po, përmbajtë, na është uja, është sheqera, është mjolë, ta qka, po. Edhe dhe me thonë, përvojëm ka mësu një jetë shumë gjona, edhe janë njëse me një produkt. Me një njëra? 2007 ka qenë produkti parë nga Kosova që këmë dëpërtu në Zvicër.
më keqarme me thojtë shqiptarëve të pejtë parve, me kamione që kom qënë 2007-ën, edhe për mu ka qenë një punë shumë e madhe, që e pata mundësin, unë, si një mikrob i mërgatës shqiptarë në diasporë, pata mundësi me që produkte në parë në Zvicër, edhe me të vërtet e shita shumë shpejt. E shite? Po, e pse e shita është fjalla? Pse shqiptarët ishin qaq shumë përmallum për produkte vendore. Që thash në sofrë kena pas sofrë, po produkte s'kena pas që me qitë sofrë. Po, molli. Po, edhe pastaj e nisa, aj produkt depërtoj mirë në treg, hina mirë në treg, pastaj lajmet, mediat, edhe bon shumë të madhe dhe gazetat zvicrane, shkruan për ato produkte shqiptare kosovare, se produkte shqiptare jënë të vrapu me hinë tregun e Zvicrës. Besoj sa le. Shumë interesant ka qenë. Edhe tash, prodhus tash e nisi me prodhu. Dikush lanqë, dikush pije, dikush ambicina. Pëtheshin rej, qështu kem visha, testojsha, qësha, po. Kështu që tash i kena mes me bo shumë të modha këtë punë, i kena ofër 400 produkte. Jo, dohet me bo të modha, qësh jo. Kena ofër 400 produkte. Produktet atje mi që këgja munja. Po, nuk është shumë letë, është shumë e vërtet. Shqyqyr se i kem nga Gurbeqort, edhe ata do të mi shërbry me produktet tona atje, mu knaq, me hek mallin. Sakt. Që tham pak ma heret, kur s'ka qenë për shemull importas, po eksporti produkte vendore, na shqiptarë si mërgjimtar me kena bajt me kofera. Kena shtitë qa ka në zonë një kofer, një qajt për shemull, një pasoli, kena morë. A mo tash atje përshko me shumicë. Tash i ka kem të atje. S'ka nevoj thuj as një mërgjimtar me morë as pasullin me veti, as qajn me veti, as x produkte tjera. Tash edhe kena plot produktet Kosovë, tash mështë i përmeni se për mi përmeni të produkte du të mi qitë të reklame bo pak. Ja, unë jam pensioner, Apo, për pensioner. Ti humanisti ma, po, është puna se ton ka pak, që ka thonë e gur bëhet mur. Edhe na ton ka pak me një mund një tjetër, ton e kina pozitën e mirë. Për zotën, po. Kështu që tash ka produktet mjaftueshme. So produktet o 400? Ofër 400 produkte. 400 produkte? Po, të Kosovës, për janis për i Prizreni, dhe në Mërdoj, dhe në Përduje, PPS, me janis dhe në Kaçanek, këtu me thë krejtë Kosovën e këmë përfshi. Gati për dit jenë rrugës, me transport? Po. Për dit? Allah thuja, nga ty në zvitë gjithë që shë. Pata me firmaj. R.B. Import Export GmbH Basel. Këgja got, këka valoj. Kalablak gërma. Nosh, Recep Berisha dhe shka këka. Qatu Maroki pak. Mirë sa punëtori kje, Recep? Unë punojnë atash, unë përdal pak të edhe familja. I kom 4 djemë. Me gjithë tonë kush i ka, inshallah. I ka me ymër edhe kam fatin që me të vërtet tonë kanë kry shkolla, kanë kry ushtria, kanë studiu atje. Po duke e pa që me të vërtet ka produkte cilësore të Kosovës edhe tregu i Zvicrës, duke e pa se sa mërgata shqiptare është në Zvicrë, ka nevoj për produkte vendore, tash jenë të kyqë të katët i djevët aty, po. Sa mirë. Po, të katët jenë punë. Rohin me janë gjitë babes. Po, sa mirë. Të katët jenë aty, kena edhe 4 punëtorë tjerë, që jenë në transport jashtë, plus kena disa distributorë tjerë që shkojnë edhe bojnë në transport, kështu që kena 10 punëtorë për momentin, me këta jena të knaqun, punojnë mirë, tregën e mbulojnë krejtë Zvicrën, edhe kështu që tash fati ka dash që kena depërtu edhe në zinxhir të mëdhajt marketave. Atje? Po, që ka një zinxhir për shemë marketa së kur që është të se... Lido, është Lido një. Lidl, është Aldi, Kopi, Deneri, po. Di krejtone. Tash kena depërtu në zinxhir të mëdhajt për fatë mirë, edhe këtu kom pas fatin, do shta... Migras? Edhe në Migras, po. Janë produkte tona? Po, gjithkun, edhe në Deneri, në Kope, po. Kom pas fatin edhe këtu me konë ndoshta një prej mërgatës që kena depërtu me produkte vendore në tregun e zinxhirëve të mëdhajt marketave. Pse kena depërtu? Pse është cilësia mirë, kualiteti mirë, që sot isha ka Prizrena edhe pat produkte me të vërtet që janë për tregun evropian edhe për tregun e Zvicrës. Janë. Po edhe thash, pa problem, thash e morëm me këto produkte. Pse me si pas në sofrën tonë që të produkte? Pse? Pse me si pas? I pas në sofrë. Ta marë ku e do veni. Po, kështu që tash tregu zvicran është mirë me produkte, po ka gjithmonë hapsina. Gjithmonë. Cilët janë kërkesat mas shumë që lypen? Për shemë këtë turshia, a i lypin speca e pat ligjonë? Po, qysh nuk i lypin turshia, ato na shqiptarë zakonisht pa turshia, asës flinë s'mujna mi hongër. As flinë so ato turshia. Po, kur gjona. Na që është një mbërë, një specë u kry. Po, për fatë mirë kena me punoj me disa kompani, që jenë produs të shumë suksesshëm këtu të produkteve të turshijave gjatë të sezonës dimnit, pastaj është sezona produkteve të fresta,
specave dhe domateve, produkteve tjera. Do më thonë, këtu jenë produkte gjatë me sezone, paka shumë përndryshe kena me produkte që jenë langjet, zakonisht edhe ato, po langjet e krejt. Kena qëto kompani që thuja që jenë matë sukses me këtu që punojnë me to, edhe jenë shumë në treg plasume mirë. Ka produkte plot me si përmeta, ata gjithë me sa qaj, sa pas fulis. Këtë në herë këtë thëshin për punëtor në firmë, apo ta pinë thëshin do honin tinza. Ty s'do me të vetë ashtu, po do me thonë, apo ta hojnë qokoladën tinza. Po bre kena dhe qokolada që i pëqon e pi Kosovës atje. E ku është një paket veç është mongo aty, se kalablak ata gjdo me nxez, e kena si tradicion, gjdo me nxez, shkojmë aty në zyre ku kena dhe depon, edhe tonë të kohëm aty, pim kafe, kifli, dikur qokolade, dikur kifli, e to që masani në pas orës 8, krejdanë, edhe shkojnë në aksion punë të veta i krynë. Edhe kështu që, jo, mirë, në përgjësi mirë është. E ki edhe restoran, ndoket. Po. Qysh kaljan me restoran, qysh e që kohen? Po kështu... Kush e frekuntën ma shumë? Pikrisht, na jena në një vend aty që musafirët 99% një kena Zvicran. Zvicrana? Po. Restorani është një restoran me emën Zvicranve, edhe menuja është Zvicrane. Me menagju, menagjon vlau jam. Vlau jam me familje dhe. Beresh, na jena krejt. A i menagjon restoranin, na jena kënë ndalë këtë pozicionin tjetër me produkte të Kosovës, e vlau menagjon, që përshëndes shumë që më të vërtet është shumë punëtori madha. Më të vërtet, jashtë zakonisht shumë punë, mëse gastronomin me pas, për mëngjezi, dhe në ora 12, është këgjeni ora rigat. Edhe duhet angazhim jashtë zakonisht shumë madhë. Edhe vlau e morë në restoranin, me familja dhaj, edhe ka musafir më të vërtet Zvicran, edhe krejti ka klasës, që me thonën, qëtar kategorive. E morën shumë mirë, jena të knaqën, edhe në respektuin jashtë zakonisht shumë Zvicran. Dashtë me thonë edhe këto, edhe një tjetër, në tërgusurën, ku punu me vlau një kohë në restoran, para se me ndarë të biznisi e produkte vendore, edhe vlau më thirë mu bac. Bac. E tash musafir, e ka një të folë bac. Edhe krejtë musafir Zvicran më thirë mu bac. Edhe gazeta Basel ka shkru, po, Bac Berisha ist ein Vorbild für Basel, që do të thëtë që Bac Berisha është një pasqyre për Baselin. Do më thonë, kështu që po, musafirët i kene herë zakonisht, një restorani punon shumë mirë, një restoran shumë i vjetër, për mi 320 vjet i vjetër. Restorani është, po, ta shkurt ki ku... Antek, po. Me drunga? Po, krejt me drunga, punon me këtu në pa 300 vjetë. Kështu që, jeni të mirë se ardhë, nësi keni kohë me ardhë në Basel. E gjithë që valloj. Kërë të binë biletat, që të Prishtinë Basel, dhe kene shumë të mira, e kene 7 herë aeroplanat diti Basel, Prishtinë Basel. Ha të pini kafe, harin një darkë nësi këthehi. Të restoranit që në qëtu, se qëtu e keni? Nga 50 minuta. Aeroplanat të e qëpisë. Shumë të vërtet. Apo vje shpesh në Kosovë rjetë? Ti ati qësh vjenë? Para dite vjenë, vëqë këtë që mas dite shkove. është dhe sakë se më të vërtet, faleminderit edhe për kohën që ma ke siguru, marrë në emision të juj, se më të vërtet ko që të kompromitu që do të vi. Vishko e shesh anë besht balonës shkojë. Po, jërë dhe shkova, e kështu që... S'po më lojnë, thejke. Po, vi shpesh në Kosovë, se arsyja është se vi shpesh në Kosovë, së kur tani që jërë dhe për Bajram jërë dhe, që thash punë baklava, punë benzinave, edhe disa kompani të reja që kanë veç që ishin investime dhe kishin produkte cilësore, po më thirin. E kur po më thirin, to që s'po mi thonë, jo s'po vi, edhe po vi, po kontaktaj me atë kompani, për këshyri produkte, për marë mostrat, për qaj për testaj, produkti është i mi edhe për nga kojë, to që po hinë trajk Zvicrës. A do një me shtit ashtë produkte të reja tash prapër me vazhduan i miqë? Po, që sot isha në Prizren, me 3 kompani, po të do takime, me 3 atë ishin top kualitet produkte kishin, shumë të mira produkte, jashtë zakonisht shumë të mira, që besoj që shumë shpeti kanë me hecë në tregun e Zvicrës. E që shpritën në për market atje? Po më nej Gjermantë, këtë i shuhin. Po mirë pritë, ata more mas pare ledzojnë. E këqy përmbajti, po, qka përmban kjo, qysh ka, a bon me pi, sa ka alkohol për shemë, nësë është të pytja, sa ka qaj, sa nikotin, sa ambelsin, sa është qaj, kështë mas pare, e merë këqy e ledzojnë qa ka, nëse pelqen qka që krun e merë e qënë të shpija. A janë konkurencë me qmime si ato të Zvicrane, a ndryshen qmime? Jo, na qmimet i kene ma të arsyshme në produktet vendore të Kosovës, i kene ma të arsyshme, arsyja ndashtë është paka shumë se me të vërtet përkeqare, është me thonë se kisha pas dëshirës edhe këtu punëtor me pas një rogë 2.000 euro, 3.000 euro, se kur për shama të vetë, po është fuqia punëtore shumë
e lirë në Kosovë, edhe arsyeja pse produkti vjen atje pak më i lirë se sa është prodhimi zviceran, se fuqia punëtore është më e lirë. Edhe kështu që produkti atje del më i lirë se aty në Zvicranëve. E ato që arsyeja është se çarkullojnë produktet ose çmimi është më i arsyeshëm. Vallahi të rritet zemra ku tash është një gurbetçar kështu, njerë në gurbet je shku kështu, tash shumë i suksesshëm. Aja ka që shtu i madh ku je ka i vogël, Regj? Jo, be shumë interesant, ka të ke bo para me të po shpirti, edhe the ke, unë kum linë 7 mujsh. 7 mujsh? Po. E kështu sa je bon? Thësh që sa 1000 pacovje konë. Ate s'ka posi si farë okubatore që bëjtë. Po, për mi qu. Ate ka posu giq, pustoj të giq të konë. Pustoj u giq, ata që aty të pështjetë që mleshim. Hajtë bese kjo së rëndë dhe i nesë, po. E do shta me dalë të kjo famdej për këtë pytje, unë 7 mujsh kum linë. 7 mujë që më thonë shumë i vogël, po kur ti e ki të shkru ma atje në el, dash 7 mujë, dash 9 mujë, sa ta si ti je ki me posë atë fatë jetës tonë, kështu që falenderoj Zotin që dhe i tash mirë edhe me shëndet, edhe me punë, edhe me familje, trisenin jetë janë. Shëndeti, familja edhe punë që i ki, atëherë duhet njeri me hecë për para. Sa kime nejtë në Kosovë? Valla jo, edhe të shtu në këthena. A i përshëndet kajtë atje ku të shkësh? Ne mentonit, prej sofrës, edhe për sofrës i përshëndesëm krejt. E për këti muhabeti, e për këtyne qajnave ka që të mirë të kokan, do të përshëndet gjithë mërgjimtare që jetojnë dhe veprojnë në Zvicër. Edhe na i përshëndesëm gjithë edhe i thojmë, shijoni produktet e Kosovës që ja u vjen tash Regja, midis Bazellit e kej Zvicër. Dhe gjithë fandet shumë për te. Ishte kënaqësia ime që jam prezent. Na ke nderu shumë, se ka nevoj edhe emisioni jonë, po edhe qytetarët tonë, edhe mërgjimtarët tonë me ditë ku janë produktet, kush për bje produktet, qka po hojnë e qka po pinë. Muj me thoni një fjallë që produktet që ka vinë ka Kosovë, me të vërtet e ka një lofat testin në Zvicër, që ata qojnë labar. Laboratormisht. Laborator. Na kena produkte me origjinë shtazore, që zakonisht i për të qojnë në Zvicër kemë pas atë fat, edhe i morën dhe qojnë labar, a i përbush kushtet për me dalë treg në qitjes. Edhe kështu që me këto produkte jena për veti, si kompani jena shumë të lumëtun. Recep, ju uroj sukses e punë të barë, e përkushtim, emocionali, e veç për para. Veç dhezi shliperat, te e mona dhe e një. Shumë faleminderit për kohën që më datë, ju dëshoj shëndet, respekt edhe dash Zotit që të keni sa më shumë misionit sukseshme edhe njerë sukseshme këtë sofrën e ju të Saliut. Gjë, faleminderit shumë. Ishte kënaqësi. Shikus të nderuar, ishte me neve afaristi shumë i sukseshëm Recep Berisha, i cili ekstra orë për Bazellit e tash prej sofrës e drejt për Bazel. Mirë mbeqi e shihemi javën e ardhshme.